Trumpi provozon mbretërisë së Danimarkës që princesë Izabela të martohet me djalin e tij të vogël Baron Trump, dhe ajo të sjellë si paj Groenlandun. Shpëtojmë nga debatet dhe quhet marrëveshje krushie me leverdi amerikane. Ju si mendoni? Do jetë martesë me provë apo Jo, më nuk është me provë, po i madhi e bo ligjin si dojë, domethënë kështu që është pa diskutueshme. Kush është i fortë e bo ligjin si ti dojë qefi. Dhe faktikisht si u duken martesat në martesat në përgjithësi këto të mëdhejt janë politike. Janë politike thonë me interesa, ha? Po me interesa. Si mendoni? Shini, ai që ka lek e merr. Si u duket? S'më duket e rregullt. Nuk ju duket e rregull martesa? Hiç. Nuk ka ndodhur, po mund të ndodhë. S'ka ndodhur. Edhe s'do të ndodhi. Unë them, nuk e di. Si mendoni, ju duket martesë me provë apo? Duket martesë për interes. Është për interes tani juve, ha? Për interes, më. Po më duket sikur është zhdukur ky koncepti i martesës me interes. Po këtu kene ka martesë me interes. Se vinë do, sidomos këto të nena, ku nëndë edhe pysin, këto që vinë kënena. Nga lartë, Nga jeti, thot. Tironza, ke pasuri, thot. Ku po ndoj ikë tash? Ju si e mendoni, do jetë martesë me provë apo? Ai ka fysh ata. Nuk e ka fysh. Jo, pas besoj. Haj? Nuk e di. Ka drejt martohet, ndërsa s'ka fysh. Po drejta për të martuar po? Po e pa fysh nuk i lejohet. Nuk i lejohet. Me mirë fetare, pa flasun. Po sigurisht. Po. Po kjo është martesë e pastër apo ka interes brenda? Vallai, unë kam shef me marrë në rrugë. Jo me këta pare. Nuk kam shef. Nuk e di, unë katonar e kam marrë. Nuk e kam shef ekonominë e tepër. E kuptova. Është rrezikshme deri diku, ëh, për disa njerëz. Jo. Po e provojmë këtu Shqipërinë ekonominë. S'ka nevojë me pyet. Se edhe ju shqiptarin, ja. Si mendoni, do jetë martesë me provë apo Po me provë pra? me provë? Me provë. Jo provë, jo provë. Me provë. Me provë. Me provë. Martesë me provë, ëh? Po. Ç'a do të thotë martesë me provë? Tashi, nëse ajo nuk është e rregull, thosë djali për shembull. Nuk janë të rregull pra, domethënë. Po ndaj. Bëhen takime paraprake thonë. Paraprake, pastaj bashkohen apo nuk bashkohen. Kjo është lidhja e tyre. Ju si mendoni, do jetë martesë me provë apo si është puna provës. As interesit, po është diçka që ti jetë pasuria brenda për brenda. Që ti mbajnë Ti jetë brenda për brenda, mos dalë jashtë. mos dalë. Do jetë një martesë me interesa shumë të mëdha ekonomike, flasim për miliarda dollar, neve vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës do na shpëtojnë nga mjerimi, nga hajdutët e Shqipërisë, që kanë 40 vjet që vjedhin miliarda në kurriz të shqiptarëve. Kjo martesa nëse bëhet. To janë qefet e njerëzve. Tash nëse Amerika, populli amerikan do të marri Grenlandën, do të marri Venezuelën, do të marri Kolombinë, janë punë të shteteve këto.